Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vim me një reset supe e cila është supë me pasha qoftet. E kemi grirë shumë mirë të qepën, gjithashtu edhe udhën. Tani si fillim do t'i skuqim të dyja sepse na duhet për të përgatitur qoftet. Fillojmë t'i përgatisim. Vendosim një lugë gjelle me vaj ulliri. Vendosim edhe qepën. Dhe udhën. Do e kaudisim derisa lëngu i qepës të ketë shëruar plotësisht. Qepën e kemi kaudisur për 1 minutë e gjysmë. Tani do e heqim dhe do e vendosim tek mishi ku të përgatisim qoftet. Pasha qoftet, kështu e duam qepën që t'i skuqet paraprakisht, nuk e duam qepën që ta vendosim të gjallë. Do të vendosim vezën, majdanozin, një pjesë të majdanozit, se pak do ta vendosim ke lëngu i supës, një lugë çaj me krip, mielli, një lugë gjelle për ta lidhur. Vendosim 2 lugë me oriz. Pjesën tjetër do e përdorim ke supa, tek lëngu i supës. Një lugë gjelle me vaj ulliri. Është një supë shumë e mirë, shumë e shijshme, e thjeshtë për të përgatitur. Ne përgatitëm dhe brumin e qofteve, tani fillojmë të formojmë qoftet, do t'i bëjmë sa një kokërar. I vendosim në miell. I përfunduam edhe pasha qoftet, ku fillimisht do t'i pudrosim. Vendosim ujin të zihet plotësisht. Vendosim vaj. Tjetër të orizit. Vendosim kripën dhe pjesën tjetër të majdanozit. Unë piperin nuk e hodha ke qoftet, preferoj ta hedh këtu. Para se qoftet t'i vendosim ke tenxherja, do t'i sitim më përpara nga mielli. I vendosim. I lëm që të na ziejnë qoftet bashkë me orizin. Tani do të përgatisim kremin e supës. Vendosim 2 të verdhat e vezëve, lëngun e limonit, pak ujë, i trazojmë bashkë të përfitojmë një masë të njëjtë, vendosim derisa shtet. E vendosim ke supa. Para se të vendosim kremin, ne do ne neutralizojmë temperaturën e vezës për arsye që ajo mos të na pritet. E vendosim pak nga pak lëngun e ngrohtë të supës dhe veza fitoj atë temperaturën e saj që supa të na marrë 2-3 valë dhe do ta heqim. Supa ka përfunduar, e servirim. Përgatiteni këtë recetë për familjen tuaj dhe do ngjeleni shumë të kënaqur. Nuk keni për të zhgënjur.
supa na ka dalë shumë e mirë. Dëshiroj që kjo recetë që unë përgatita sot të ketë pëlqyer dhe do dëshiroja shumë që ju ta përgatisni këtë recetë dhe nuk do të zhgënjeheshin. Supën e kemi gati, tani e servirim dhe ju bëf të mirë.